Në fakt, kjo është një gjë që është e përsëritur, është era e dytë që po ndodh, edhe fakti që nuk është marrë masa edhe gjatë herës së parë, kjo gjë ka lënë në thonjza një hije jo fort pozitive edhe tek ekipi. Kjo ndodh, besoj, për opinionin tim, sepse ekipet e IT-ve janë të decentralizuara, që çfarë do të thënë, çdo institucion ka IT-t e vet që menaxhojnë serverat e vet dhe edhe kjo gjë krijon vulnerabilitet. Nëse do kishte qenë një institucion që menaxhonte gjithë data centeret e gjithë institucioneve, do ishte një gjë më akoma pozitive, sepse do fuqizoheshe aftësi teknike në një institucion vetëm dhe jo të shpërndara. E kuptoj, dhe pak kohë më parë, në fakt, kryeministri shqiptar Edi Rama foli pikërisht për nevojën për të autorizuar një kompani të vetme apo një agjenci të vetme që merret pikërisht me mirëmbajtjen e rrjeteve tona të komunikimit elektronik dhe mbesa duket pas ka patur të drejtë. Unë kam qenë pioner që në sulmin e parë të iranianëve që shteti qytetar duhet të ketë një institucion që të prodhoj çdo software që është i qeverisë shqiptare të prodhohet brenda qeverisë shqiptare dhe mos kemi kompani palë të treta për të zhvilluar këto lloj softwaresh, sepse e para duke publikuar nëpër tendera ne bëjmë publik arkitekturën edhe shumë detaje të tjera që keqbërësit mund të krijojnë edhe sulme kibernetike duke ditur infrastrukturat se çfarë janë përdorur, si janë përdorur, çfarë teknologjisë janë përdorur, kështu që